Dalja nga ngujimi për 6 familjet e fisit Dushaj është shpritur me optimizëm edhe nga kryetari i pajtimit të gjaqeve në Shkodër, drejtuesi Nikol Sullani, shpreh se ngjarja e fillimit të janarit ishte shumë e rëndë, duke parë shkakun e këtij krimi të dyfisht, ndërsa përgëzon familjen e viktimave dhe misionarët e paqes për ndërhyrje në kohën e duhur, duke zbutur sadopak konfliktin. Masi 10 ditë, misionarët e paqes të zonës Pasrrips kanë ndërhyrë dhe i kanë nxjerrë nga ngujimi me përjashtim të darasit bashkë me babën e tij dhe me vllain e tij që ka në shtetin francez. Ata kanë respektuar viktimat dhe zakonin kanonor. Edhe këta kanë bën një akt shumë të mirë që i kanë gjerë të lirë, se kanë pa fajshim, i kanë gjerë të lirë me jetua dhe me punua. Sullani shpjegon që për sa kohë këto familje që janë pjesë e besës së dhënë nuk do të përkrahin autorin e vrasjes dhe familjen e tij do të vazhdojnë të jenë të lirë dhe nuk mund të preken në bazë të ligjeve të kanunit. Ja, këta janë të lirshëm derisa në bazë zakonit kanunor që mos me i përkrah esatin zbashkut me babën edhe me vllain e tij. Bajthirje që mos kenë gjakderdhje janë qarkun e Shkodrës, pas kur kun Shqipni për këto probleme. Se dikur kanë shkoj 10 vetë me lypi vajzë. Një ka marrë, edhe s'ka pas në problem. Përkundrazi i ka respektua njerëzit që kanë shkoj me lypi vajzën. Pavarësisht se s'ka pas mundësi me u bë mik me te. Në bazë të asaj çfarë misionarët e paqes në Postrib njoftojnë, si familja Shkami ashtu dhe familja Dushaj, kanë treguar që në fillim një dakordsi në zbatimin e rregullave, kjo fal edhe tolerancës së treguar nga fisi i 2 viktimave. Shoqata e pajtimit të gjaqeve në Shkodër i bën thirrje të gjithë komunitetit të kontribuojë për të larguar sa më parë këtë plagë të vjetër të shoqërisë shqiptare, e cila i ka rënjë që në kohët e hershme. Kryetari Nikol Sullani evidenton se ky fenomen sa vjen dhe minimizohet, por zhdukja dhe eliminimi i ligjeve kanonore është një proces i vështirë dhe mjaft kompleks.